Jam i gëzuar që vi me shoj në këtë kishë kushtuar apostullit të madh, një nga njerëzve më të mëdhej në këtë ditë të festimit të dy apostujve, Shën Pjetrit dhe Shën Pavlit. Mësimi nga jeta e tyre është shumë i rëndësishëm. Ne i lexojmë jetët e shenjtorëve jo si biografi, po si një mësim, si një përjetim e ta. Ikona nuk është thjesht portret, është diçka që e ka përcen atë gjë. Kthehet në dritare për të komunikuar me dimensionin tjetër, të botës tjetër të përjetshme. E njëjta gjë është dhe me jetët e shenjtorëve. Ato janë vazhdimi i akteve të apostujve, nga cilët ne mësojmë, ndriçohemi dhe përpiqemi që t'i ndjekim pas. Shën Pavli, cilin përkujtojmë dhe sot, thot disa fjalë shumë të rëndësishme. Thot bëheni imituesit e mi siç unë jam i Krishtit. Ata patën Krishtin si model dhe u modeluan sipas tij. Dhe ne duke mësuar rreth jetës së tyre, fillojmë modelohemi sipas tyre e duke ju afruar realisht ikonës së Krishtit. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës së Perëndis. Ky është besimi i krishterë. E mbi këtë mbështetet gjithë antropologjia e krishterë mbi njerëzimin. Njeriu ishte krijuar sipas ikonës së Perëndis, por ra. Dhe ringritja erdhi pikërisht nga mishërimi i Zotit, nga ngjitja e tij në qiell dhe dërgimi i Shpirtit të Shenjtë. Dhe ishte Shpirti i Shenjtë që i ndryshoi këta njerëz. Të dy këta na japin disa gjëra shumë të rëndësishme. E para na japin unitetin në kishë. Të dy nuk ishin njësoj. Pjetri ishte njeri i pashkolluar, ishte peshkatar, njeri i thjesht, pa me një zemër shumë të madhe dhe njeri me një besim shumë të madh. Pavli ishte shumë i shkolluar. Ishte mësuar nga mësuesit më të mirë, farisej në atë kohë, si ishte Gamalieli. E ishte njeri që i letrave, po të lexosh letrat e tij, kuptohet se sa i thellë ishte ai në mendime dhe në gjithçka tjetër. E megjithatë, këto të dy përfaqësojnë atë që është kisha. Kisha është uniteti i gjithë njerëzve. Njerëzit nuk janë njësoj. Zoti nuk krijon kopje, po kërkon unitetin në mërmjet tjetrit. Dhe Zoti nuk kërkon uniformitetin. Diktaturat kërkonin uniformitetin. Gjithë mendonin njësoj, madje në disa vende bëj dhe qesharake, duhet visheshin gjithë njësoj, ndërsa Zoti ka krijuar çdo njeri të papërsëritshëm. Asnjëri nuk është i ngjashëm me njëri tjetër. Kjo tregon dhe dashurinë e madhe të Zotit për çdo individ. Dhe që qëndroi kisha është pikërisht uniteti. Dhe uniteti është në besimin e përbashkët. Duke qenë njerëz të ndryshëm, ata ishin të bashkuar me njëri tjetrin. Historia e Shën Pjetrit është një histori shumë e bukur. Jeta e tij ishte një jetë e mbushur me gjëra të ndryshme. Pati momente dhe dobësie, sepse dhe shenjtorët kishin momente dobësie, pa ato nuk qëndruan në dobësi, e kaluan atë gjë. E çdo njeri që është i rritur, edhe kur bie, nuk duhet të qëndrojë në vend, por duhet ngrihet e të vazhdojë përsëri. Fëmijët kur rrëzojnë, qëndrojnë në vend dhe qajnë atje. Njerëzit e rritur sa herë që mund gabojnë, duhet të pendohen e të vazhdojnë përsëri. Në një moment të saktuar, Pjetri, që e donte ai shumë Zotin, e mohoi, sepse u tremb. E tha nuk e njoh këtë njeri. E megjithatë ai u pendua. E pendimi i Pjetrit është një pendim i thellë dhe i sinqert. Sepse në pendimi nuk është vetëm thjesht të kuptosh që ke bërë një gabim. Pendimi është të kuptosh thellë që ke prishur një marrëdhënie me një person tjetër. Prandaj dhe Pjetri u pendua aq thellë dhe Zoti e fali dhe jo vetëm që e fali, po prania e Shpirtit Shenjtë e shenjtëroi atë gjë. Dhe kjo tregon që njerëzit mund të restaurohen. Sado gabime që të bëjnë, përsëri mund të restaurohen. Shën Pavli e filloi si një nga përsekutuesit kundër kishës. E megjithatë, kur u çfaq Zoti, ai ndryshoi krejtësisht. Dhe u bë ena e zgjedhur e Krishtit për ta përhapur ungjillin kudo. Ju e dëgjuat dhe nga psalmet. Thotë zëri i tyre shkoi në të gjithë botën dhe fjalët e tyre u përhapën në skajet e gjithë anëve të dheut, sepse këta dy persona ishin shtyllat e kishës në përhapjen e krishtërimit. Shënë Jan Gojarti ka një homili shumë të bukur kushtuar këtyre dyve, një homili poetike, e cila është shumë e vjetër, por ka vazhduar vazhdimisht të jetë në kishë. Madje edhe kur i lexon sot, befasohesh nga aktualiteti i këtij predikimi. Dhe ai flet me këta në mënyrë poetike dhe shumë të bukur.
e thotë që askush përpara këtyre nuk ka qenë si këta dy persona. Edhe askush nuk do jetë më si këta të dy, sepse këta dy patën fuqinë për ta përhapur krishtërimin kudo, nëpërmjet vuajtjeve, persekutimeve, torturave, burgosjes, po gëzimi që kishin këta nga misteri i ngjalljes e ka përcenin çfarë lloj vështirësie. Sepse çfarë është krishtërimi? Krishtërimi është ai që kupton misterin e kryqit. Kryqi që ishte një simbol poshtërimi, një simbol vdekje, Zoti e ktheu atë në bekimin më të madh. Sepse kryqi nuk është fundi, ishte mjeti, ngjallja ishte fundi. Dhe apostujt e kuptuan këtë gjë dhe përjetuan. Prandaj nuk trembeshin as nga njerëzit, as nga persekutimet, as nga burgosjet dhe nga asgjë tjetër, as nga sharjet, as nga shpifjet. Ne prekemi shumë nga këto gjëra sepse jemi të dobët e nuk e kemi kuptuar misterin e kryqit. Çdo gjë që mund vi kundër nesh nga jashtë, nëse ne do jemi me Zotin nga brenda, nuk do na bëj dëm, po do kthehet në të mirën tonë. Prandaj shkruan Shën Pavli tek letra e tij kushtuar romanëve këto fjalë. Çdo gjë bashkëvepron për të mirë për ata që e duan Perëndin. A nëse do e duan Perëndin, do thotë që në zemrën tonë ka lindur një dritë shumë e madhe. Në episodin që lexuam në mëngjesoren, pikërisht kjo gjë është, kur Zoti e pyet Shën Pjetrin 3 herë. Dhe Simoni biri Jonait, a më do më shumë se këta të tjerët? Dhe ai përgjigjet, po Zot të dua. Pastaj thot, kullot delet e mia. Përse përmendim vazhdimisht të episodne? Sepse njerëzit që nuk duan Zotin, nuk duan as njerëzit e tjerë. Vetëm ato që duan Perëndin, duan dhe njerëzit e tjerë. Dhe ata mund të marrin përgjegjësi për të mësuar njerëzit e tjerë, për të shpëtuar njerëzit e tjerë. Gjithmonë ndodh kjo gjë. Nëse ne nuk do kemi dashuri për Zotin, nuk do kemi dashuri dhe për njerëzit e tjerë. Madje sot që është larguar njeriu nga Zoti, janë larguar dhe nga njëri tjetri. Madje dhe brenda familjeve nuk ka më dashuri. Shikoni çdo ditë vrasje, gjyqje kundër njëri tjetrit, sharje, sepse nëse nuk do duam Zotin, nuk do i duam dhe njerëzit e tjerë. Dhe Shën Pjetri ishte njeri që e donte Krishtin më shumë se sa të gjithë të tjerët. Prandaj dhe Zoti i ngarkoi këtë një barë shumë të rëndë për të përhapur ungjillin kudo. Edhe shkoi në Antioki, në Rom, ndoshta në të gjithë Ballkanin ka kaluar. Shën Pavli po mend njëjtën gjë, e përhapi ungjillin kudo. Predikoi në Palestinë, predikoi në Siri, në Azinë e vogël, në Ballkan. Dhe tradita e fortë thotë që dhe kishën e Durrësit e themeloi Shën Pavli i pari. Pastaj vuri si peshkop Shën Qesarin, peshkopin e parë. Dhe të dy dhanë jetën në Rom, në kohën e perandorit Neron. Shën Pjetri e kryqëzuan. Dhe e kryqëzuan sepse nuk ishte qytetar romak. Kryqi në atë kohë ishte shenjë poshtërimi, vetëm kriminalët, sklevrit dhe ata që nuk ishin qytetar romak kryqëzoheshin. E ndalon dhe ligji i Romës që një qytetar romak të kryqëzohej. Prandaj dhe Shën Pavli nuk e kryqëzuan, po i pren kokën, ndërsa Pjetrin e kryqëzuan. Po Pjetri tha diçka shumë të thellë. I thanë, unë nuk jam i denjë, tha, të kryqëzohem si Zoti me kokën lart, më kryqëzoni me kokën poshtë. A kjo tregon dashurinë e madhe të Zotit dhe përmirësinë. Përse këta dy njerëz kaq të mëdhenj, ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, ishin të përulur? Pikërisht sepse ishin ndriçuar, krahasuar me Zotin, ne jemi të gjithë me njolla të errta në shpirt. Njerëzit që mendojnë se janë të drejtë, e që janë të pastër, e gjithë tjerët janë gabim, janë njerëz që jetojnë në errësirë. Nëse ndriçohemi nga Shpirti i Shenjtë, do njohim kush e di se sa gjëra që janë brenda nesh. Prandaj ju ka përmendur sa herë këtë gjë. Si tha profeti Isaia kur pa Perëndin, tha mirë unë, njeri me buzë të ndyra pash mbretin e lavdis. Kur një nga profetët më të mëdhenj njerëzimit thot të fjalë për veten e tij, çfarë duhet themi ne për veten tonë? Prandaj dhe Shën Pavli në letrën që lexuam thot të fjalë, nëse mburrem në dobësitë e mia, duket se fjalë e thjeshtë, por nuk është e thjeshtë. Do thot pikërisht këtë gjë, që ne jemi të dobët, po fuqia e Shpirtit të Shenjtë do na fuqizojë. Nuk e bëjmë dot vetë në shpëtimin, pa praninë e Zotit, po Zoti kërkon nga ne bashkëpunimin tonë. Prandaj edhe në teologjinë ortodokse është termi sinergjia, që thotë shpëtimi është një bashkëveprim ndërmjet Zotit edhe njerëzve. Dhe nëse ne do e kemi këtë, padyshim
që Zoti do na ndriçojë. Nëse do duam Zotin, Zoti do jetë i pranishëm tek ne. E prania e tij do japi jetës tonë dritë, gëzim e do japi një kuptim, sepse ne jetojmë në një kohë ku njerëzit nuk kanë më qëllimin e ekzistencës. Jeta nuk ka më një kuptim. Mira, qëllimet të kota bëhen të vazhdueshme, por nëse ne realisht gjejmë qëllimin e vërtet jetës, që do thotë shpëtimi i shpirtit tonë, atëherë jeta jonë do marrë një udhëtim shumë të bukur. Sado vështirësi që të kemi, prania e Zotit do na japi gëzim, sepse nuk ka gëzim atje kush e keqja. Kështu thot profeti Isaia, nuk ka gëzim për të paudhët. Sa herë që ne jemi në të keqe, sa herë ne kemi zilira, cmira, gënjeshtra, shpifje, nuk do kemi gëzim. Gëzimi që ndron vetëm në ato zemra që është i pranishëm Zoti. Le të lutemi dy apostujve të mëdhenj, që ta ndihmojë kishën tonë, persekutuar edhe unë gjallë me vështirësi shumë të mëdha, dhe për këtë jemi gjithmonë mirënjohës dhe falenderojmë kryepiskopin Anastas. E le të lutemi që klerikët tanë të jenë njerëz të devotshëm për të përhapur dritën e ungjillit. E le të lutemi që ta bekojë vendin tonë, t'ju bekojë ju, familjet tuaja dhe gjithë sa jeni këtu pjesëmarrës. Amin.